Rreth 60 punonjës të ndërmarrjes së gjelbërimit protestuan këtë të hënë përpara Bashkisë së Vlorës. Shkak për protestën është bërë shkrirja e 2 drejtorive, asaj të pastrimit dhe të gjelbërimit në një të vetme. Sipas punonjësve, kontrata e re detyron ata të kryejnë edhe punët e pastrimit, ndërkohë që kërcënohen me largim nga puna, nëse nuk i pranojnë këto detyra. Pas Bashkisë së Vlorës, punojësit e zhvendosën protestën e tyre përpara institucionit të prefektit të Qarkut. Punojësit deklarojnë se sipas kushteve të reja, duhet të jenë në gatishmëri 24 orë për situata të ndryshme, ndërkohë që theksojnë se nuk e kanë parë dhe nuk është prezantuar zyrtarisht kontrata e re. Ata shprehen se do të vjojnë protestën dhe nuk do të rikthehen në punë deri në arritjen e një marrëveshjeje. Sipas tyre, kërcënimi me largim nga puna është i pranishëm nëse nuk pranojnë kushtet e reja të kontratës. Kam problem, jam punëtore vjetër, punëtoria me vjetër e ndërmarrjes së gjelbërimit. Shumë bukur ke ardhë dhe të respektoj për ati që më vinë çdo gjë, që vinë e paraqete pasqyron në televizionin 6+1 Vlora, që çfarë pune kemi bërë në ndërmarrjet e gjelbërimit. Unë jam në sektorin e Lungomarrës. Tani unë jam punëtoria me vjetër. Mosh bërë një kontratë pune, pastrim, gjelbërim bashk. Nuk jam në kundërshtim se u bashkua. Gjelbërimi me pastrimi. Në krye let vjet një fëmijë 2 vjeç të më drejtoj. Nuk jam në kundërshtim. Jam në kundërshtim që unë kërkoj me insistim të madh. Do ta amëroj punën jo vetëm unë, po të gjitha punëtorë se po flas në emër të këtyre me kokë. Dua sektor Mënjan gjelbërimi. Atëre më thonë s'ka punë gjelbërimi, gjelbërimi ka shumë punë. Se kanë dalë leshterikët atje te parcela kur erdhe që më peqën bolla bimët. Ka pastrim e krër, ka barishte të këqia që unë duhet i heq, kam korje, kam sprucatorët për të reguluar, kam krasitin e drurve që po më kapin qytetarët për fyti. Tani këto punë kush duhet i bëj? Unë kërkoj që duhet të ri punëtore gjelbërimit. Në qoftë se në librezën time të punës thuhet Merjeme Duraj është punëtore pastrimit, unë do ta marr librezën me të kuqe dhe do iki vetë. Unë jam gjelbëruse, kam dhe një kategori të lartë dhe këtë kërkoj. Për veten time, kush të doj, ta përfaqësoj veten e ti, si të doj, si të dëshiroj. Kontratën e punës unë nuk e firmos. E vdekur punën time do ta mbroj dhe deri tek Edirama me email. Ka marrë te prefektura, të takoj prefekte, në qoftë se prefektja mua më zgjidh, më jep rrugëzgjidhje, puna ime mbyllet dhe unë siç jam me këta punëtor filloj punë. Por ama në qoftë se në librez të këtyre punëtorëve cilësohet punëtor pastrimi, byrëm do ikim të gjithë nga puna. Ne kërkojmë që mos jemi punëtor pastrimi, edhe në moment që ne jemi gjelbërus, kemi dhe këta ankesë. Ne kemi 10 ditë që po punojmë. Dhe në këto 10 ditë nes na quhet ditë pune. Nuk na quhet fare. Në moment që nes nuk firmosim kontratën, nes na quhet ditë pune. Ne që në 10 orë shkrirë ndërmarrje gjelbërimi dhe ne nuk kemi, s'kemi edhe për festat. Ne kemi që në punë dhe ne nuk na quhet ditë pune. Ne nuk do na hedhin rrogat. Si është kjo punë? Nuk e di. Na bën dhe presion? Na tha drejtoresha do idhin gjithë nga puna, tha. Si u heq nga puna, po se firmosim kontratën. Si ka mundësi valla, si u bëhet kjo? S'kemi pse të ashu, plus që është e njëjta rrogë. Nuk kemi asnjë ngritje rroge dhe ne të Lungomarrës kemi punuar me orar dhe pa orar, normalisht. Po jo tani dhe ditë e festave e kanë kontratë që ti duhet të punosh. Nuk e kuptoj. Ne jemi gjelbërusa, nuk kemi pastrusa. Kemi ardhur që në data 1 deri në datë 10. E na thonë që qoftë se s'firmosni, nuk u kalon paga. Punoj me orare pa orar në shi bor breshër dhe nuk na i quajnë. Edhe me presion. Dini në përshit se ato mushamat janë cop-cop, pribret. Si jashmak. Bie jashtë, bie brenda, në përshina kanë dhënë shi bor breshër. Kemi kaluar dhe ftom. Edhe s'don din. Orë shtesë nuk edhin, nuk dim. Orë shtesë. Punuam dhe bearit rrugës që na rapi edhe deri në Orikum në këmbë. Do t'u japim 70 që erdi puna asnjë lek. Na premton dhe drek, na thoshin do u japim dhe drek. Veç më tepër që nuk na dhan. Edhe nuk e di çfarë mund të bëjmë më neve, çfarë mund të bëjmë më. Ja një muaj ta lëm ta shikoj si do bëhet qyteti, një muaj ta lëm ne punën. Pastrimi vetëm një fshes gjeshtre ka në dorë. Kurse ne i bëjmë gjitha sektoret e punës. Të gjithë punat, ne i bëjmë, nuk dim çfarë të bëjmë. Pse mos të marrim dhe ne rrogën e 13 që kemi rrogën minimale, jo ta kërkojmë dhe ne, pse mos ta kërkojmë? Ti smer 800.000 lekë në muaj dhe nuk e kërkon. Pse mos ta marrim? Ne i paguajmë minimalisht 417.000 lekë. Pse mos grëmzërin dhe për të rrogën e 13? Mirë tjerat që janë, ma vri me boj. Par mënyra po kërcënohemi. Ose firmos kontratën e punës, ose do të pezullojmë nga puna. Ne jemi në kontratë.
Jemi në kontratë. Përse do na heq atë kontratë, unë vetë çoj kontratë tjetër. Ndërkohë, u bë formulim tjetër. Meri çoj siç janë kontratë, aty ke shoj mbylli si ndërmarrje. Si jemi kundërshtim, bashkoje. Ama ne na jemi specialistë të gjelbrimit, na lërë te puna jon. Mirë që rrogës na ngrë. Puna kërkon dhe kushte, na vdes edhe në punë. 24 orë. Me shqizme, me dreqi, me të birë, sklever, robotër. Çfarë duhet më se di, çfarë duhet? Janë bërë të dyja, normalisht janë bërë të dyja. Ne dhe kemi krahasitur, edhe kemi gërryer vetë, dhe i kemi sistemor vetë, dhe i kemi punuar, dhe prap nuk na dihet, me rrogë minimale. Minimale. Ndërkohë, as këtë nuk na i quajnë. As këtë, na kërkojnë firmosje kontrate tjetër. Për çfarë arsye? Ne jemi në kontratë. Jemi të kontratuar, le ta shojë ndërmarrje. Ajo bashkia ku ta doj? Ta shojë ku ta doj. Ç'punë kemi neve? Këtër për na kanë në 6 panqere kemi qenë në punë, gjithë së rrugë të Vlorës kemi fshirë deri në Orikum kemi vajtur. Kemi ngarkuar makinat me balt, kemi bërë punën e burrave, me sfurk që hith lartë, nuk di çfarë të bëjmë më. Me orare pa orari kemi edhe ditë festash në punë. Çfarë kërkojmë? Po ja kërkojmë të na lënë në punën siç kemi qenë, në sektorin tonë. Po, fik sektori i gjelbërimit. Pastrimi duhet të ketë? Pastrimi duhet të ketë ndërmjetën e tyre, punën e tyre ne vetonën. Ne kërkojmë që gjelbërimi të ngelet siç ka qenë në sektor mënjanë. Nuk është problemi se bëhet një ndërmarrje me një drejtori, problemi është që gjelbërimi ka qenë sektor mënjanë me ato punë të gjelbërimit. Kjo kërkohet kaq. Që mos të ketë lidhje me pastrimin. Të bëjmë punë të gjelbërimit kaq. Siç ka funksionuar, kemi edhe një kontratë gjelbërimi që vite më parë. Nuk e di si mund të prishet kjo kontratë kur jemi të gjelbërimit. Se kontratat e reja thonë që kalon në pastrim, nuk e di si. Po që kemi një kontratë gjelbërim, që nuk mund të prishet, më duket absurde si mund të prishet. Punojësit e gjelbërimit u shprehën se do të vijojnë protestën edhe në orët në vijim, por paralajmëruan se rrezikojnë të mbeten pa punë nëse nuk firmosin kontratën e re. Nga ana tjetër, ata thonë se nëse nuk do të ketë zgjidhje, do të bojkotojnë shërbimin në qytetin e Vlorës.